Ekzistojnë 3 komponente të rëndësishme me të cilat njeriu mund ta bëjë jetën, ta zhvillojë atë, eventualisht të ballafaqohet me gjitha pakënaqësitë dhe vështirësitë që mund dalin nga jeta. Numër 1, të ketë një jetë të mirë sociale, të ketë një familje, të ketë miq, shok dhe të ketë pozitë të lakmueshme në zemrat e tyre. Tani më është e dishme dhe e kanë thënë të gjithë, njeriu është qenie sociale. Numër 2, të kesh udhëzimin e Zotit, të drejtohesh në rrugën e Zotit, të besosh Allahut të Madhreshëm dhe të kesh relacion adhurimi me të. Gjithashtu, njeriu është qenie religjioze. Numër 3, të kesh një standard minimal ekonomik me të cilin e bën jetën, e zhvillon jetën dhe me të i realizon synimet dhe qëllimet e tua në këtë jetë. Të 3 këto komponente ja ka kujtu Zoti i Madhreshëm Muhamedit a.s. në njërin prej kaptinave të shkurtra në Kur'an. Zoti i gjithësisë i thot Muhamedit a.s. A nuk gjeti ai ty jetim dhe të bëri një përkrahje, të krijoj një përkrahje sociale? A nuk gjeti të pa udhëzuar dhe udhëzoj? Dhe a nuk gjeti të varfun dhe ai të begatoj? Patjetër, na duhet familja, miqt, na duhet besimin e Zotin dhe na duhet një jetë e pasur ekonomike për të ballafaquar me gjitha sfidat e jetës. Zoti u pranoft gjitha lutjet e kësaj dite të bekuar.